Tashmë është momenti të dëgjojmë artistin tonë këtu, Clint Ibrahimi. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, miq të artit, të lirisë dhe të dinjitetit njerëzor. Sot flas si artist. Përmbi të gjitha flas si njeri që beson se trupi, mendja dhe shpirti nuk janë pronë asnjë ideologjie. Martin Luther King tha se çdo njeri duhet të gjykohet jo nga forma, por nga përmbajtja e karakterit. Dhe si modelist, unë punoj çdo ditë me forma. Për artim ka kuptim vetëm kur forma shërben për të shkruar përmbajtjen dhe jo për ta burgosur. Në art, trupi njerëzor është shprehje e individualitetit, bartës së historisë personale dhe hapësirë. Por në sistemet shtypse si mek, trupi nuk është me identitet. Ai kthehet në një mjet bindjeje, në objekt disipline, në simbol të nënshtimit. Kur trupi kontrollohet, mendja ndjek, dhe kur mendja kontrollohet, shpirti hesht. Një artist e di se sa bukur lind nga dallimi, nga linjat unike, nga karakteri i papërsëritshëm. Mek vepron në të kundërtën. Ai zhduk individualitetin, imponon sjellje identike dhe ndëshkon shprehjen personale. Ky është anti-art sepse është anti-njeri. Fjalimet e Martin Luther King nuk ishin vetëm politike, por ishin të ndërtuara me ritëm, figurë dhe harmoni. Ishin art moral. Ai e kuptoi se drejtësia për të pranuar duhet të ndjehet. Si artist, unë besoj se drejtësia pa ndjeshmëri është ligj i thatë. Arti ja jep zemrën drejtësisë. Në botën time profesionale, modeli ekziston për të treguar liri, elegancë dhe identitet. Në mek, modeli vetëm i lejuar është modeli bindjes. Aty emocionet censurohen, trupi kontrollohet dhe mendimi rregullohet. Ky është katrimi i estetikës njerëzore. Kur një njeri krijon, ai çlirohet. Kur vishet sipas zgjedhjes së tij, ai pohon veten dhe kur ecën me stilin e vet, ai thotë unë ekzistoj. Pikërisht për këtë arsye, strukturën fektare kanë frikë nga arti, sepse arti nuk bindet, arti pyet dhe ndryshon. Nëse dikush nga ata që jetojnë sot në shtypjen e mek do të mund të më dëgjonte, do t'i thosha këtë. Trupi yt nuk është pronë askujt. Stili yt nuk është tradhti, individualiteti yt nuk është krim, dhe brenda teje ekziston ende forma e lirisë, ajo formë që pret të dalë në dritë. Qytetan e gjatë nuk u kthen njerëz vetëm kontakti me familjen, u kthen fytyrën, zërin dhe identitetin. Si artist, unë e di. Nuk ka vetëm të bukur se sa rithimi një njeriu te vetja. Martin Luther King ndëroi një botë ku njeriu nuk shtypet për atë që është. Sot ne po vazhdojmë këtë ëndër. Jo me dhunë, jo me urrejtje, por me art, me zë dhe me dinjitet. Sepse liria ka dhe formë, dhe ajo formë është njeriu i lirë.